Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 20 dhjetor të 2025, duket se kemi një ditë mjaft të ndikuar, nuk më të them të ndërlikuar, po është një ndikim ku kemi me një aktivitet planetar, një ndikim planetar, që do të thotë hëna e re e dhjetorit. Hëna e re e dhjetorit që formohet në shenjën e Shigjetarit me Neptunin dhe Saturnin në katërkëndësh, që do thotë me Uranin në një kënd kryq me Afroditën në lidhje. Një hënë e re që na lejon të jemi më optimist për hapat tona të ardhshëm, më të këndshëm në kontaktet tona me të tjerët, më të gatshëm për të bërë njohje, për të udhëtuar, për të argëtuar. Megjithatë, katrori i Neptunit, pra katërkëndshi i Neptunit, që krijon një ndikim disi në konfuz për gjëra që duam të bëjmë, por në lidhje me drejtimin që duam ne, është në diçka që duhet të jemi të kujdesshëm në pritje të çështjeve madhore që kemi, lidhje me takime, lidhje me bisedime, dhe kjo do thotë që nuk ka vend për të shqetësuar. Mirë është që të shikojmë me realitetin dhe jo të dalim ndryshe për ndryshe. Mund të lindin disa ngjarje ose çështje të papritura. Kujdesi më i madh që duhet të bëjnë në këtë drejtim janë binjakët, Virgjëresha, Shigjetari, Peshqit, të dhjetëdiqit të parë ose të dytë. Do të pasur pak kujdes në këtë drejtim. Kjo nuk do të thotë se është problem, kjo nuk do të thotë se çdo gjë është problem ose kemi probleme të kësaj natyre, por gjithsesi kjo periudhë kërkon vëmendje në këtë drejtim. Para se të fillojmë me parashimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që jeni interesoni për një parashim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja rrot shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, jeni gati për të folur për gjithçka juve doni dhe duke folur nëpërmjet WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu, duke e klikuar, duke ndjekur hapat, jeni gati pastaj na bëni subscribe dhe merrni direkt përgjigjen mesazhit në live, pyetje përgjigje. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt së drejti dhe doni të dërgoni mesazh ose të flisni, të dërgoni mesazh në privat. Atë kemi këtë membership. Kemi ku e shikoni atje, membership, aty pastaj mund të shikoni se si të abononi dhe të keni benefitet e tuaja, si videot që dalin të parat, që i shikoni të parat, shikoni mesazhe, shikoni ditët e mira, ditët e vështira, të mujt e kështu me radhë që i keni gjitha atje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e Dashit. Por ju të shenjës së Dashit të duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet ndikohet ose më saktë ka të bëjë shumë me çështjet e punës e të karrierës. Gjithmonë Dashi është mjaft entuziast në atë çka do të bëj, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër koherente me atë që ndodh. Është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar gjërat që dëshiron. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetëdijit parë dhe me Bricap duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Demi nga njëra anë tregon fuqinë dhe zotrin, sepse është i Zoti për të arritur aty ku do, është mjaft pozitiv në atë çfarë kërkon të bëj. Por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë për stabilizuar ekonominë dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, disa biseda që do bëhen sot që është atë mirën e shenjës së Demit, sepse do të zgjidhin problematikat e tyre, ku çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë dhe mundësisë që bëhen gjërat, por mos harrojmë se si dita e shtunë na mëson që neve të jemi sa më korrekt dhe të jemi sa më të qartë në atë që do të bëjmë me i e tashën tonë, ose një udhëtim i shkurtër mund të jetë shumë pozitiv dhe mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm për të ardhmen të afërt, për duke zgjidhur çështjet problematike ose gjërat e tjera që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani sado që gjërat janë anën e pozitivitetit ose gjërave të tjera që do të keni,
momentet, mundësit që janë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e ekonomisë, meqenëse binjakët janë në një zgjidhje tani, sepse dita e shtunë për ata ka diçka shumë të mirë në lidhje me punën, lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, dhe kjo do thotë zgjidhje, kjo do thotë mundësi për çdo gjë që juve ju intereson në harë kohor, ku është dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse koha ka provuar që juve jeni me fat dhe i dini shumë mirë gjërat ku do të ndodhin në çështjet ekonomike financiare dhe në lidhje me biznesin, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricapët e ditësit parë dhe me peshorët e ditësit të tretë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet duket se pikërisht kjo ditë është një ditë që ndikohet shumë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa çështje vendimtare që mund të keni, në disa gjëra që ndryshe keni qenë, ndryshe e bëni tani në këtë periudhë, por kjo periudhë është periudha e studimeve dhe marrjeve vendime të rëndësishme në kohën e duhur. Gjithashtu gaforet e din shumë mirë dhe çështjet që lidhen me punën e tyre, lidhen me ekonominë, do të thosha unë, por gjithsesi bëni kujdes nga blerjet e tepërta që nuk ja vlen për momentin, por gjithsesi juve jeni në anën tuaj në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrepët e ditësit të dytë, duket se ka diçka shumë të madhe për juve të shenjës së gafores. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët duket se tani nuk është se ka diçka për të shqetësuar në lidhje me punën e tyre, duke pasur parasysh, duke bërë një bilans se ku shkoni dhe çfarë doni të bëni, është momenti juaj luan të dashur që të zgjidhni çështje problematike, gjëra që keni pasur në të shkuarën, është një moment mjaft i mirë, i zgjidhshëm si problem në lidhje me këto gjëra ekonomike, financat dhe gjëra të tjera, ka të bëjnë shumë dhe me anën e karrierës, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt e ditësit të parë, ka të bëjnë me bricapët e ditësit të tretë, është diçka shumë pozitive, luanët e kanë një mundësi të tillë, por nga një udhëtim që do bëni, udhëtim pune, mund gjeni dashurinë e munguar që mund të jetë me ujor të ditësit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëreshat duket se tani e tutje i keni mundësitë për të parë se çfarë do të bëni në zgjidhje të problematikave të ndryshme, të momenteve që keni, të mundësisë që do të jepet tani e tutje, keni mundësitë ekonomike, financiare, keni mundësitë për zgjidhur problemin, keni mundësitë për të arritur qëllimit tuaj, dhe edhe pse keni pasur probleme, edhe pse jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, ku kjo periudhë është një periudhë kohe ku zgjidhni probleme, zgjidhni çështje të pazgjidhura dhe momentet e duhura për sa i përket arritjeve dhe mundësive të arta që do të keni tani tutje në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e ditësit të parë, me dashët e ditësit të tretë që është perfektja, por gjithashtu dhe me peshkët e ditësit të dytë keni mundësinë e zgjidhjeve të një kontrate problematike që mund të keni pasur, sepse kjo kontratë që keni bërë me një punë shumë të rëndësishme dhe nuk është përmbajtur kontratës XY, mund ta zgjidhni pikërisht tani, është koha për të biseduar ditën e sotme, sepse për të vepruar në javën që vjen, prandaj e keni edhe në dorë tani. Dashuria duket se është me shigjetar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani për tani nuk është se ka diçka për t'u shqetësuar, por duket se është një kohë mjaft e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me gjëra që do të ndikojnë, do të rregulloni çështjet të parregulluar ose kanë qenë të parregullta për një farë momenti, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është një moment që do ta zgjidhni ju me njëri tjetrin, ko është një moment mjaft i mirë për sa përket kohës dhe momenteve, për sa përket periudhës dhe çështjeve që keni, por peshorja asnjëherë nuk e ul kokën për gjërat e drejta të saj dhe është një moment tani që do të zgjidhni çështjet e punës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhet me dëm dhe me gafore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët nisin diçka të re në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, që lidhen shumë me biznes, por njëkohësisht edhe me disa çështje të tjera që do të kenë ndikime të mëdha ekonomike financiare, në një moment shumë të mirë tani, sepse është koha
ku ndryshime të mëdha që do të keni në mënyra se si vijnë gjërat dhe koha është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të mëdha që do merrni tani tutje në fushën e punës suaj dhe jo vetëm. Në çështjet e dashurisë, edhe pse juve keni pasur disa gjëra që nuk lidhen me atë çka është e vërteta që do të thot puna, do të thot karriera, do të thot ndryshime të mëdha që vinë anën tuaj në një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj. Megjithatë, akrepët dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me gafore dhe me dash janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës që do thot shigjetari. Për shigjetarët një kujdes të veçantë do të bëni në lidhje me bisedimet që do të bëni në lidhje me punën tuaj, sepse është një punë që në një anë mund ta merrni dhe është pozitive dhe mund të zgjidhni çdo lloj problemi, por në anën tjetër do të keni kujdes sepse një lidhje afatgjatë që do të thotë me dashurinë, do të thosh me ujorin dhe me luanin, mund keni disa pritshmëri të mëdha, por varet se sa ju jeni gati të përgjigjeni kërkesave dhe gjërave të së ardhmes. Prandaj shikojeni pak këtë, mos e lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë britsjapi. Për britsjapët duket se tani tutje gjërat janë më të lehta në lidhje me punën tuaj, më të lehta në lidhje me vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me peshorët dhe diçit është perfekte, por njëkohësisht edhe diçka që është mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, një mundësi që keni është me binjak dhe mos e lini pas dore sepse ka të bëjnë me familjen, ka të bëjnë me njohje të reja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot ujori. Me qenë se ujorët duket se këtë periudhë kanë të tyren në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me mundësitë që keni tani tutje. Këto janë mundësitë arta, këto janë mundësi që vërtet juve zgjidhni problematika të ndryshme dhe kjo kohë është koha juaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të gjetur zgjidhje në problemet që juve keni, në çështjet që juve doni të zgjidhni probleme nga më të mëdha të pasur ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me binjak të diçit të parë, është koha më e mirë e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se tani ka ardhur koha dhe momenti miqtemi të kësaj shenje, duket se për zgjidhje të problematikave që keni pasur, momentin që ju e keni, por nëse do flasim se çfarë mund të ndikojë në këtë aspekt, është direkt puna juaj dhe karriera, lidhje me karrierën, sidomos se keni pak të ndërlikuar në lidhje me këtë, por peshqit asnjëherë nuk pyesin shumë sepse realizojnë siç duan ata. Dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrepët dhe diçit parë, me luanët dhe diçit të tretë, është diçka shumë pozitive. Gjithashtu, me virgjëresh është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 20 dhjetor të 2025. Por para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkim të detajuar dhe doni të dini mbi gjithçka ju intereson në këtë aspekt, kemi faqen e roz astrologo.al, duke klikuar dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe në kohën që keni bler paketën dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, pra pyetje përgjigje, dhe doni të dërgoni mesazh, duke na bërë subscribe tek ky butoni që shkoni këtu, e klikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por nëse juve keni më tepër nga një mesazh dhe doni të dini diçka më tepër rreth këtij mesazhi, atëherë të ardhur në ndihmë shpejt dhe në kohë reale kemi membership ku YouTube na jep mundësinë që na ndihmon në këtë aspekt dhe duke klikuar shikojeni membership, klikojeni dhe atëherë jeni gati pastaj për të shikuar në privat, dërgoni të dhënat dhe neve ju japim përgjigje në atë moment që juve e kërkoni. Nga unë Pulla, një uroj më të mirë e mundshme. Gjithë mira.